respektim dinitetit njeriut, sa që sot besoj kem përgjithësi dhe kem detyrim edhe moral edhe detyrime tjera që ne mund t'i konsiderojmë në raport me qytetarin, në raport me vendin ku ne jetojmë, për cilën brezat tërë kanë punu e vazhdojnë me punu për me qenë pjesë e zhvillimit global, pjesë e perëndimit, pjesë e zhvillimit dhe aty ku e kemi vendin, pra pjesë e Evropës. Mirë, se dorën zemër për drejtat e njeriut, natyrisht ne kemi qenë vetë shoqëri viktim, edhe të diskriminuar e të përndjekur në mënyrë sistematike. Pastaj pati një lloj kështu infuzioni të them, të madh ndërkombëtar në ndërgjegjësimin e shoqërisë sa i përket drejtave të njeriut, sidomos në raport me pakisat dhe në raport me grupet e marginalizuar. Sot nuk është që i kemi këta kujdestartë këtu pari, po ndaj këta kujdestartë e ndërkombëtar, sot jemi duke ecur vetë, edhe besoj që ke qenë avokati i pari i popullit që e ke ushtruar këtë funksionin pa ndonjë, të themi kështu, infuzion të madh të